Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Sonte pranë jush do të vi me një histori të trisht, historinë e Matildës, e cila është ballafaquar me një tragjedi të madhe në jetën e saj. Pas 12 vitesh martesë, Matilda tronditet nga një e vërtet që ajo kupton. Matilda vjen nga Shqipëria, ka dashur të ndaj historinë e saj për të thënë që ndonjëherë besimi i tepërt dhe mos respektimi vetes është gabim. Matilda shkruan kështu: nëse do t'ja thoja dikujt historinë time, zor se do ta besonte. Jo për shkak se është e pabesueshme, por nga që ka shumë dhimbje për tu përtypur në këtë histori. Quhem Matilda dhe për 12 vite me radhë mendova se kisha ndërtuar një jetë të denjë për t'u marrur shembull. Burri im quheshte Andi. Andin e kisha quajtur bekimin tim, më të madh në jetë. Dhe kur e keqja vjen nga bekimi, të gjën në befasi dhe të shemp nga themeli. Jetonim në një qytet të vogël në jug të Shqipërisë. Në sytë të gjithëve, ne ishim një çift ideal. Një shtëpi e bukur, 2 fëmijë të mbar, një jetë pa zhurmë. Nëna e tij më kishte dashur si vajzën e vet, dhe unë gjithmonë kam qenë grua që jam përkushtuar familjes. Jo thjesht nga detyra, por nga dashuria. Asgjë s'më ka munguar përveç se një fjalë të ngrohtë her pas here. Por mendoja se me kalimin e viteve, burrat ftohen dhe rutina i tret pasionet. E vetmja njeri që hyri gjithmonë në shtëpinë time pa trokitur ishte tezja ime, apo konkretisht halla e nënës sime që unë e quaja teze, që në fakt ishte vetëm 10 vite më e madhe se unë. Që kur më vdiq nëna, ajo u afrua shumë me mua. Gjoja për të më ngushëlluar dhe për të më qëndruar pranë. E quaja Hallneta dhe besoja siç besohet një grua që të ka parë të rritesh me lot në sy. Ajo vinte shpesh në shtëpinë tonë, sidomos kur Andi ishte aty. E kam parë ndonjëherë si qeshte më tepër se ç'duhej, si zgjaste dorën më shumë se ç'ishte normale, por unë kur s'mundesha që të dyshoja. S'ma merrte mendja se tradhtia do të vinte jo vetëm nga burri, por edhe nga gjaku im. Ishte një natë marsi, kur gjithçka më ra mbi kokë. Ishte mbrëmje e vonshme dhe Andi nuk ishte ardhur ende në shtëpi. Fëmijët flinin. Unë përtypja një kafshat bukë e mendja më ishte errur. Telefoni ra. Ishte një numër i panjohur, por një zë gruaje dhe më tha: mos u mundo të gjesh më ku është burri yt. Është me hallën tënde. Kanë 3 muaj që flën bashk në një motel në periferi. E gjeta burrin tim me të dhe mendova se duhej ta dije edhe ti. Më ra telefoni nga dora dhe unë mbeta pa frym. Unë grita në këmbë si e çmendur, si e dalmëndsh, dhe fillova të kërkoj në shtëpi për ndonjë shenjë, ndonjë të vërtetë. Në sirtaret e tij gjeta një varse floriri që nuk ishte imja, dhe një faturë hoteli nga Vlora. Ishin aty, para meje, provat e një tradhtie që më grisi shpirtin. Ditët që pasuan ishin një mangth i zgjatur. Ai u kthye në shtëpi për 3 ditë. Kur më në fund erdhi, kishte syt poshtë dhe më tha vetëm një fjalë: e dua netën, kam jetuar një gënjeshtër me ty. Një gënjeshtër isha unë për të. Unë që e kisha ndihmuar kur nuk kishim bukë.
unë që kisha qëndruar zgjuar me ne të tëra kur ai ishte smur, që ja ndihmoja prindërit, që ja mbaja shtëpinë si kish, që i linda 2 fëmijë dhe i rrita me ndershmëri, fëmijët e përjetuan tmerrësisht keq. Djali i madh nuk i foli për muaj të tërë. Vajza filloi të mbyllet në vetvete dhe të vriste veten me faj për gjithçka. Dhe Andi nuk pati as turpin më të vogël. U largua me hallën time gjoja dashuria e tij e vërtet. Dhe bashk ikën jashtë shtetit në Greqi. Unë beta vetëm. Nuk ishte vetëm trishtimi një martese që u rrëzua, por trishtimi një humbje së një njeriu që e kisha dashur më shumë se veten. Dhe më e rëndë se çdo plak tjetër ishte ndjenja e përdhosjes. Përdhosje që nga një burr që e mbaja mbi supe dhe një hall që e kisha si nën. Kanë kaluar 2 vite që atëherë jeta nuk më është kthyer në një vend. Jetoj me fëmijët e mi në një apartament me qira dhe mundohem të bëj më të mirën. Por buzëqeshja më është tharë në fytyrë. Besimi, ai besimi i thellë që një njeri mund të mbështetet te të tjerët është zbehur. Një ditë pash në Facebook një foto të tyre. Buzëqeshnin në një lokal në Selanik, me një gotë verë në dorë dhe mbi shkrimin thoshte: dashuria gjithmonë gjen rrugën e vet. E mbylla telefonin, e mbylla syt dhe për herë të parë pas shumë kohësh ndjeva një boshllëk që s'kishte më emër. Një boshllëk që vjen kur jeta të shkulë rënjët dhe të lë pa asnjë gjë. Kjo nuk është thjesht një histori. Kjo është jeta ime. Dhe është një plagë që nuk mbyllet. Dhe ndonjëherë disa histori nuk kanë fund të lumtur. Disa gra nuk e marrin kur hakun dhe disa dashuri, sado të thella, thjesht shuhen nga tradhtia. Kjo është historia e Matildës, e cila pas një besimi shumë të madh arriti që të kupton që bashkëshorti i saj në këtë rast mbylli jetën në 4 çelësa me hallën e Matildës. Unë jam shumë i bindur që do të vi një kohë që ai do ta marrë malli për familjen e tij, për fëmijët e tij, për atë që ka kaluar, sepse nuk ka gjë në botë që mund të zërë shpirtin dhe mund të bllokojë atë ndjenjën që ke për fëmijët e tu. Dhe fëmia është gjëja më e bukur në botë, por ja që disa mendojnë që dashuria e vërtet mund të vijë në këto rrethana, siç ka ardhur në historinë e Matildës dhe në historinë e hallës së saj, ku në fakt Matilda është tronditur nga fenomeni që unë përjetova një tradhti nga ky personi, i cili deri dje mua më dashuronte, më dhuronte pasion, më dhuronte emocion, dhe sot është njeriu që mua më ka tradhtuar me hallën time, që unë e kam konsideruar si nën. Domethënë është ndoshta thyrja më e besimit që një person mund ta përjetojë në shpirtin e tij. Ne do takohemi me histori të tjera, dua të marr komentin tuaj ndaj kësaj ngjarje kaq të trishtë.